Selam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Falenderojmë Allahun, të falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë atij, lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cili ndo që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka për të askush tjetër udhëzues përveç Allahut. Shmend dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësia, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij e mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Allahu t'i lutemi të na japi dije të dobishme, na bëjë të përfitojmë me ato që dëgjojmë e të veprojmë me dijen që e mësojmë. Vazhdojmë në shpjegimin e akides Qayrawaniye, pra akides të cilën e ka përmbledhur Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki në fjalën e tij ku thotë, Allahu mëshiroft, wa anna as-sa'ata atiya la rayba fiha wa anna Allaha yab'athu man yamut kama bada'ahum ya'udun. Dhe se ringjallja, pra ora thot, pra kiameti dhe ringjallja kanë për të ardhur, nuk ka dyshim në to, dhe se Allahu ka për të ringjallur ata të cilët kanë vdekur, ashtu siç i ka sjell për herë të parë, ashtu ka për t'i rikthyer. Dija se kur ka për të ndodhur kiameti është nga dijet të cilat Allahu subhanahu wa taala e ka veçuar me të veten e Tij pa ndonjë krijesë tjetër. Sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Pra çelësat e dijes janë 5, të cilat nuk i di askush tjetër përveç Allahut. Dhe në fund të hadithit thot, wala ya'lamu mata taqumu as-sa'atu illa Allah. Dhe nuk e di askush, pra se kur do të bëhet kiameti, pra askush përveç Allahut. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam pyetej se kur do të bëhet kiameti, nuk përgjigjej. Mirë po thonte disa shenja të kiametit. Kështu që askush nuk e di se çfarë viti do bëhet, çfarë muaji, çfarë dite apo çfarë ore, apo themi, ama ajo që dim është si ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, është që do bëhet ditën e xumë. Po se themi nuk do të ketë ditë përcaktuar, pra 20 apo 18 apo kështu, po dim që do jetë ditën e xumë. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, khairu yawmin talat alayhi ash-shamsu yawmul jum'a. Dita më e mirë në cilën dielli ka lindur në të është dita e xumë. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrija minha. Në të është krijuar Ademi dhe në të, pra në ditën e xumë është futur në xhenet dhe në të është nxjerrë prej xheneti. Wala taqumu as-sa'a illa fi yawm al-jum'a. Dhe kiameti, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet vetëm se në ditën e xumë. Kur përmendet kjo fjalë as-sa'a, pra ora apo koha, pa që ka për qëllim, më thonë, dy kuptime. Pasë në arabisht ka ardhur as-sa'a, që do të thotë ora. Ka për qëllim kohën kur do të bëhet një nga këto dy ngjarjet. E para është që qëllimi ka për qëllim vdekjen e njerëzve kur do të fryhet suri. Dhe kjo nuk ka për të ndodhur vetëm se në atë kohë që do të ndodhi, pra vetëm se tek njerëzit më të këqij të asaj kohe. Sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu illa ala shirari an-nas. Nuk ka për të ndodhur kiameti vetëm se
tek njerëzit më të këqij. Dhe kuptimi tjetër kur përmendet as-sa'a ka për qëllim ringjalljen. Thot Allahu: "Wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a." Ata të cilët mohuan thanë nuk ka për të na ardhur në as-sa'a, pra ringjallja ka për qëllim. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Thuaj patjetër, pasha Zotin tim ka për t'ju ardhur. Pra ringjallja, ka për t'ju ardhur juve ringjallja. Shumë herë, shpesh herë vjen në Kur'an pohimi i ringjalljes në tre forma. Pra për të pohuar ringjalljen, Allahu subhanahu wa taala e ka përmend në tre forma. E para, se Allahu subhanahu wa taala përmend se si e ka krijuar njeriu për herë të parë. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi. Wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard wa huwa al-'azizu al-hakim. Thot Allahu është ai i cili e filloi krijimin. Ai e fillon krijimin, pastaj e rikthen edhe një herë dhe kjo është më e lehtë për të. Pra Allahu subhanahu wa taala është e lehtë si herën e parë dhe herën e dytë. Mirë, po ky është thjesht një shembull që njerëzit ta kuptojnë. Pra edhe për logjikën tuaj, edhe për arsyeën tuaj, flet Allahu, kjo është më e lehtë, diçka që ka ndodhur një herë. Nuk është e vështirë, ndodhi prapë. Çështja e dytë është se Allahu subhanahu wa taala tregon se si e ringjall tokën mbasi ajo ishte vdekur. Thot yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Nxjerr për të gjallurit të vdekur dhe pastaj për të vdekurit gjallë dhe e ringjall tokën pasi kishte vdekur. Pra pasi thahet çdo gjë, Allahu zbret shiun edhe kështu toka ringjallet. Dhe thot wa kadhalika tukhrajun. E treta thot se si Allahu subhanahu wa taala ka krijuar qejt dhe tokën, dhe këto janë më të mëdha padyshim se sa krijimi i njeriu. La khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Krijimi i qejve dhe i tokës është më i madh se sa krijimi i njeriu. Mirë, po njerëzit, shumica e njerëzve thot Allah nuk e din. Jo se për Allah nuk kishte vështirësi e para, edhe ishte më e lehtë e dyta. Për Allah ishte e lehtë krijimi i qejve dhe i tokës dhe krijimi i njeriu. Mirë, po siç tham, Allahu azza wa jall e sjell shembull që njeriu ta kuptoj, ta shikoj vetë që kjo madhështi, domethënë kjo gjithësi që është shumë herë më e madhe dhe madhështore se sa njeriu, Allahu e ka pas të lehtë. E padyshim nuk ka vështirësi në krijimin e njeriu i cili është kaq i vogël. Vazhdon autori, Allahu mëshiroft, thot: "Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala da'afa li'ibadihi al-mu'minina al-hasanat wa safaha lahum bit-tawbati 'an kaba'ir as-sayyi'at wa ghafara lahum as-sagha'ir bi-ijtinab al-kaba'ir wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila al-mashi'a ila mashi'atihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Thot Allah mëshiroft, dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala ja shumëzon robërve të tij besimtar veprat e mira, shpërblimet, dhe ja ka hapur atyre derën e pendimit prej gjunafeve të mëdha, dhe ja fal atyre të voglat, pra gjunavet e vogla me largimin prej gjunafeve të mëdha. Dhe ai i cili nuk pendohet nga mëkatet e mëdha, Allahu e ka lënë në dëshirën e tij. Dhe thot ajetin se Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shirk, dhe përveç kësaj fal për këtë doj. Prej mirësive të Allahut subhanahu wa taala është shumëzimi i veprave të mira. Edhe ky shumëzim ndodh deri në 10 fish, deri në 700 fish edhe më shumë. Thot Allahu: "Men jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun."
tregon Allahu në këtë ajet se si vepra e mirë shumëzohet dhe se si mëkati nuk, domethënë, shpërblehet vetëm aq sa e ka bërë, aq sa e ka vepruar. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk e shumëzon mëkatin. Thot kush vjen me një vepër të mirë, atij i takojnë 10 fish sa ajo. Dhe kush vjen me një vepër të keqe, nuk shpërblehet vetëm se me atë që ka vepruar. Wa hum la yudhlamun, dhe se atyre nuk i bëhet padrejtësi. Gjithashtu thot Allahu, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shembulli i atij i cili bën sadaka për rrugt të Allahut është si shembulli i një fare, thot, që prej saj mbin 7 deg, po themi, apo 7, si ta quajmë, pjesa e misrit, kalli. Dhe nëse cilën prej këtyre ka 100 kokra tjera, pra 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allahu shumëzon për atë që do. Pra tregon këtë ajet, wallahu wasi'un alim, Allahu është i gjerë për mirësinë e tij dhe i gjithditur. Pra tregon se veprat shpërblehen në 700 fish edhe më shumë. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'10 amthaliha ila 700 ضعف. Veprat, çdo vepër e birit Ademit shumëzohet. Një e mirë, pra shumëzohet 10 fish deri në 700 fish. Dhe thot Allahu azza wa jall, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, përveç agjerimit, pasi ai është për mua dhe unë di se si shpërblej për të. Tregon Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma se profeti sallallahu alaihi wasallam transmeton prej Allahut azza wa jall se ka thënë, inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at, Allahu i ka shkruar pra shpërblimin për të mirat dhe për të këqijat. Thumma bayyana dhalik, pastaj e ka sqaruar. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatun kamila. Kush ka synim, ka nijet me vepru një vepër të mirë, pastaj nuk e vepron, Allahu këtij personi ja shon një vepër të mirë, ja shon një shpërblim të plot. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 ضعف ila ad'afin kathira. Në moment që e vepron atë të mirën, atëherë Allahu ja llogarit në 700 fish edhe më shumë. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatun kamila. E kush ka nijet me bë një gjunaf, me bë një mëkat, e pastaj nuk e vepron, Allahu ja shkruan këtij një sevap, një shpërblim, për shkak se nuk e ka vepruar. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahida. Në moment që të keqen e vepron, Allahu ja shkruan vetëm një mëkat, pra një vepër të keqe. E për mirësisë Allahu subhanahu wa taala, fjala që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Pra thot kuptimi i hadithit, nëse personi ka qenë veprues i veprave të mira, namaz natë, agjerim, vizitë smurësh, e kështu me radhë, vepra të ndryshme. Pastaj u smur, thot, u smur, ose u thoi, e për shkak se nuk ka mundësi tani që është smur apo që është në udhtim, ti vazhdoj këto veprat e mira, Allahu subhanahu wa taala i aqon këto, i jep shpërblim në smundje e në udhtim, sikur se i ka pas dhënë kur ishte në rregull ose kur ishte në vendin e vet. Pra vazhdon Allahu ta shpërblej sikur i ka vepruar, sikur është duke i vepruar ato vepra që i ka pas vepruar,
përpara se t'i vinte kjo lloj gjendje. Tash tek veprat e këqija kemi dy llojesh. Kemi gjunafet e vogla e kemi gjunafet e mëdha. Çë ndryshimi kanë këto në njëra tjetra? Çë ndryshimi kanë këto nga njëra tjetra? A na thot dikush në normalisht kuptohet nga emri që gjunafet e mëdha janë më të mëdha, kurse të voglat çë ndryshimi ka? Një prej ndryshimeve për shemb. Nuk është e thonë me i thonë gjitha, po Allah shpëlbeft. Allah shpëlbeft. Po. Ndërsa në emërtim, në përkufizim, themi se gjunafet e mëdha janë ato të cilat feja ka bë një ndëshkim në dynja dhe më thënë ka tërhequr vërejtja apo ka kërcënuar në ahiret, ose ka kërcënuar Allahu subhanahu wa taala me mallkim, ose zemërim, ose me zjarr, ose asgjësim të veprave. Ndërsa veprat e gjunafet e vogla nuk e kanë këtë lloj pikash që i kishin gjunafet e mëdha. Ai që tha vllai, gjunafet e mëdha duan teube. Allahu thot: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Thuaj, o robërit e mi, të cilët e kanë mbush veten e tyre, domethënë me të këqija, mos e humni shpresën, mos ne humni shpresën prej mëshirës së Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunafet. Innahu huwal ghafurur rahim. Sa Allahu është falës edhe mëshirëplot. Gjithashtu thot Allahu: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." O ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Ndoshta në mënyrë që Allahu t'ju kompensojë, t'ju afali gjunafet dhe t'ju fusi në xhennet në të cilën rrjedhin lumej. Pendimi i ka 3 kushte. Pendimi që njeriu, do thonë, Allahu subhanahu wa taala t'ia pranoi, pendimi i ka 3 kushte. Që ta ndërpres këtë gjunaf që ka pas bë, ta lër, edhe të ndjej keqardhje për këtë që ka bë, edhe ta vendosi me veten e vet, pra e para është që të largohet, ti themi me pika. E para është që ta ndërpresi gjunafin. Ta zim dikush ka pas bë moralitet. Duhet ta ndërpresi. Kjo është pika e parë. E dyta të ndihet keq në zemër për atë që ka vepruar. Edhe treta të vendosi që nuk ka për të rikthyer më. A mund të rikthehet, më thënë, se ndodhi njeriu është i dobët. Duhet bëj prapë njëta gjëra. Pra, ta braktis, atë moment që ta zem ra në atë gabim, ta braktis, të ndjej keqardhje që ra në atë gabim, e të vendosi që nuk kam për ta bë. Njeriu mund të gaboj, i parasysh, ama sa herë që gabon, mos të humbasi shpresë. Duhet ta braktis, të ndjej keqardhje, e të vendos që unë nuk kam për t'ju rikthyer më kësaj. Vetë mundohesh të kërkosh falje Allahut në istighfar e me nafile kështu me radhë. Ndërsa nëse bëhet fjalë me hakun e njerëzve, atëherë shtohet një kusht i katërt, është me i kërku halalin. Pra, domethënë, ose nëse bëhet fjalë punë pasurie, me ja kthy pasurinë. Nëse është fjalë punë nderi, për shembull ke bë gibet apo ke gënjy për të kështu me radhë, me i kërku halalin.
Gjunafet e mëdhaja, në moment që ato kanë një ndëshkim në dynja, atëherë nëse ky ndëshkim kryhet në dynja, ky është pastrim për robin kur dali para Allahut. Thot në hadithin e Ubadet ibn Samit se profeti sallallahu alaihi wasallam kur i ka marrë besën disa shokëve të tij, tha, më jepni besën që mos veproni këtë. Edhe në fund tha, "Faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah." Kush e zbaton këtë që po ju them, pra besën që po më jepni, shpërblimin e keni tek Allahu. ومن أصاب منكم ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. Dhe kush bie në një nga këto gjërat që po më jepni besën dhe më pas dënohet në këtë dynja, dënohet në dynja, domethënë i zbatohet dënimi në dynja, atëherë kjo është shpagim për të para Allahut dhe nuk ndëshkohet më në dynja. Ndërsa gjunafet, veprat e vogla, domethënë gjunafet e vogla shpaguhen me veprat e mira. Në moment që ti ke gjunafet vogla, po themi gjo muzika, po shkoj syri diku haram, në kështu me radhë. Këto fshihen me veprat e mira me një kusht që kanë vendosur dietarët është që të largohet njeriu nga gjunafet e mëdha. Por në moment që njeriu largohet prej gjunafeve të mëdha, atëherë gjunafet e vogla fshihen me veprat e mira. Thot Allahu: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum." Nëse ju largoheni prej gjunafeve të mëdha të cilat ju kemi ndaluar, atëherë ne ju shpaguajmë ju, pra ju afshim gjunafet, thot Allahu. Pra gjunafet e vogla. Në hadithin që transmeton Uthman ibn Affani ka thënë, e dëgjova profetin sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ma min imri muslimin tahdhuruhu salatun maktuba فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله." Nuk ka në një musliman që i vjen namazi farz dhe e përsos, më thonë, e bën abdesin në formën më të mirë, përqendrohet formën më të mirë që ka mundësi dhe ja bën pra rukun e sejdën në formën më të mirë, vetëm se i shpagun atij gjunafet që ka pas para saj, ma lam ya'ti kabira, përderisa nuk ka gjunafet mëdha. Wa dhalika ad-dahru kullu. Dhe kjo përfshin të gjithë jetën, pra të gjithë gjunafet që ka bërë njeriu në moment që e fal këtë namazin në formën më të mirë. Gjithashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu thotë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 5 namazet, xumaja në xuma, Ramazani në Ramazan, janë shpagim larje gjunahesh midis tyre në moment që njeriu largohet prej gjunafeve të mëdha. Gjithashtu duhet kemi parasysh se gjunafi i vogël bëhet i madh në moment që njeriu nuk i kushton rëndësi dhe e bën shpesh, domethënë pa i kushtuar rëndësi, gjuna jepi, nuk ka problem. Pra nëse trajton këtë lloj forme, gjunafi i vogël bëhet i madh, ndërsa i madhi bëhet i vogël në moment që njeriu e bën duke ndjekë keqardhje. Thot Abdullah ibn Abbasi: "La saghiratan ma'al israr." Pra nuk ka gjunaf vogël me vazhdimsinë. Pra me vazhdimsinë në sensin që nuk i kushton rëndësi, nuk quhet më e vogël, thot Abdullah ibn Abbasi. "Wala kabiratan ma'al istighfar." Dhe nuk ka gjunaf të madh me istighfar. Çështja tjetër është nëse vdes muslimani duke qenë veprus i një gjunafi të madh, ka thënë autori se çështja e tij kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse do e fal, nëse jo e dënon. Argument ai që ka sjell: "Inna Allaha la yaghfiru." Allahu nuk fal ti bëhet atij shirk dhe
nën shirkun fal çfarë doj dhe për këtë doj. Dietarët faktikisht kanë rënë në mos pajtim për gjunafet e mëdhaja, sepse disa prej tyre e bëjnë si shirkun e vogël. Edhe po ti shikosh argumentet në fe, pak a shumë të njëjta janë. Për gjunafet e mëdhaja, thot dënimi me zjarr, apo mallkim, apo kërcënim, domethënë, apo zemrim e kështu me radhë. Edhe shirku e njëjta gjë, asgjësim veprash, zjarr. Kështu që disa dietar gjunafet e mëdhaja i kanë bërë njësoj si shirku vogël. Domethënë, njeriu nëse vdes prej tyre pa u penduar, atëherë ai do dënohet me do e mos për to. Mirë po, përfundimi i tij do të jetë në xhenet. Pra ky është ndryshimi nga shirku vogël dhe shirku i madh. Shirku i madh e çon njeriu përgjithmonë në zjarr. Nëse shirku i vogël jo. Dorsa autori këtu po thotë se gjunafet e mëdhaja janë në dëshirën e Allahut. Pra nëse don e fal. Pra njeriu duke e ditur e meriton dënimin, por nëse don Allahu e fal. Edhe atë i kalon, ndryshe nga shirku i vogël që Allahu nuk e fal, por se dënohet, ama nuk është për gjithmonë zjarr. Pra kanë bërë një ndarje midis kësaj dhe kësaj. Pra dhe njerë, autori thot që gjunafet e mëdhaja, nëse njeriu vdes pa teube prej tyre, atëherë është në mëshirën e Allahut, në dëshirën e Allahut. Nëse don Allahu e fal, nëse nuk don nuk e fal. Në hadithin që përmenëm shpar, tek ata që profeti sallallahu alaihi wasallam i mori besën, në fund të hadithit thot: "Wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allahu fa huwa ila Allah. In sha Allahu afa anhu wa in sha aqabahu." Pra dhe ai i cili bie në një nga këto pikat që i dhan besën profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu ja fsheh, atëherë çështja e tij është tek Allahu. Pra Allahu ja fsheh në sensin që nuk i zbatohet dënimi në dynja. Çështja e tij është tek Allahu. Nëse Allahu don e fal, e nëse nuk don, atëherë e dënon. Vazhdon autori dhe me këtë fjalë të autorit e mbyll. Thot: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. Ai cili Allahu subhanahu wa taala e dënon me zjarr, ka për ta nxjerrë prej zjarrit me imanin e tij, thot. Pra, thot autori që ka për të nxjerrë besimtarët dhe ka për ta futur në xhenetin e tij. Përmend fjalën e Allahut: kushdo që punon një të mirë sa grimsa, ka për ta gjetë. Edhe prej zjarrit kanë për dalë gjithashtu edhe me ndërmjetësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ka për të qenë pra ndërmjetësim për ata që kanë vepruar gjunahe të mëdha, pra prej umetit të tij. Pra ai i cili vepron një të madhe dhe është penduar, Allahu ja pranon pendimin dhe e fal. Ndërsa ai i cili ka vepruar një gjunaf edhe nuk është penduar, çështja e tij është tek Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa ata të cilët do të futen në zjarr janë dy llojesh. I pari është jo besimtari pra, i cili do të jetë në zjarr përgjithmonë e përjetësisht, edhe nuk do të ketë asnjë lloj mënyre se si ai të dalë prej tij. Pra përfundimi i tij është po për ata që mund të thonë që nuk kanë pas mundësi asnjë të gjë për Islamin. Kjo nuk e di ai përmend autori më mbrapa, po këto janë ehlul fitra, që i ka përmend profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith. Pra janë ato që Allahu ka për t'i ringjall e do t'i sprovoj, e gjitha kjo është që mos të kenë njerëzit arsyetim. Allahu e din çfarë do të vepronin ato nëse do të vinin këtë dynja. Mirë po, që mos të kenë arsyetim para Allahut, se kemi përmend, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: la ahadun ahabba ilayhi al'udhru min Allah min ajli dhalik
Anzal al-kutub wa arsal ar-rusul, nuk ka askush I cili e do arsyetimin më shumë se sa Allahu. Për këtë arsye I ka zbrit librat dhe I ka dërguar profetët. Pra në mënyrë që mos ketë biri I Ademit arsyetim, Allahu ti s'mi ke çu. Të të ringjalli Allahu këto popuj që me të vërtet nuk kanë gjuhë asnjë gjë për Islamit, I ka për t'i dërguar një profet, si nga dynja. E do t'i thot 1 2 3 çu urdhëron Zoti. Ata që I bindën me njëherë do të shkojnë në xhenet. Ata që e kundërshtojnë me njëherë do të shkojnë në xhehenem. To merrem pyetje mas Po. Kur do të ringjallen pra mos e kështu. Po. Merrem pyetje më. Po. Ndërgjem. Pra jo besimtarët nuk do të jenë përgjithmonë dhe përjetësisht në zjarr. Allahu thot innahu men yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ai I cili I bën shirk Allahut, pa idhujtari, Allahu ja ka bëu atij haram xhenetin. E ka të ndaluar xhenetin. E përfundimi I tij është në zjarr, e zullumçarët nuk do të kenë asnjë lloj ndihme. Pra, se si mund dalin zullumçarët ka për qëllim, pra jo besimtarët. Se zullumi më I madh, padrejtia më e madhe është I bësh Allahut idhujtari, ndërkohë që ai të ka krijuar. Ndërsa të dytët janë gjunahqarët nga umeti I profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata në moment që do të futen në zjarr, dënohen aq sa I kanë gjunahet dhe mëkatet e tyre, edhe pastaj do dalin për shkak të besimit që e kanë, gjithashtu me ndërmjetësimin e profetit sallallahu alaihi wasallam ose të njerëzve të tjerë që kanë për të ndërmjetësuar për ta. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam li kulli nabiyyin da'watun mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Thot çdo profet Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë një lutje të pranuar. Edhe unë thot e kam rrit lutjen time ndërmjetësim për umetin tim. Edhe ajo ka për të arrit inshallah thot profeti, ajo ka për të arrit për çdo person I cili ka vdek prej umetit tim dhe nuk I ka bëu Allahut shirk, nuk I ka bëu idhujtari, por se ka adhuruar Allahun vetëm pa shok. Tek hadithi I shefaatit, kur flet për ata të cilët do të dalin nga zjarri prej gjunaqarëve të umetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadithet që kanë ardhur për këtë temë janë hadithe, domethënë në gradën më të lartë të sigurisë, pra mutawatira. Mutawatira quhen është ai hadith I cili ka ardhur nga një numër I madh sahabësh dhe është prit nga një numër I madh tabiinësh e kështu me radhë. Zinxhiri I transmetimit vjen vetëm duke u zgjeruar. Pra është grada, kur thuhet mutawatir, është grada më e lartë e sigurisë. Ndërsa ka disa hadithe ose edhe ajete që kanë ardhur për disa gjunaqtar, të cilët do jenë përgjithmonë në zjarr. Sikur se keni dëgjuar ajetin, edhe kush vret një besimtar me vetdije, shpërblimi I tij është xhehenemi, do të jetë përgjithmonë në të, dhe Allahu është I zemëruar me të dhe ka mallkuar dhe ka përgatitur për të dënim të dhëmshëm. Ose siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pra atë që vret veten, thot kush e var veten me litar, pra vret veten e tij, ai do të jetë I varur, domethënë do të ringjallet e kështu do të dënohet në këtë lloj forme. Ose kush pi helm, ose kush godet veten e tij e kështu me radhë, se vetvrasja është prej gjunafeve të mëdha. A dy përgjithësi? Po. Kur të detyrosh, edhe jetë para se më ka prap. Si? Në kushte detyrueshme tha. Po, para se më ka prap. Këtë rast nuk di
do të them përgjigje, po nuk e di. Prapë se prapë këto hadithe këtu duhet dalim në fjala e Allahut, edhe ky hadith ehli suneti, dietarët kanë thënë që ka për qëllim kohë e gjatë, po nuk është si qëndrimi i jo besimtarëve, të cilët do jenë përgjithmonë dhe përjetësisht e nuk kanë për të dalë kurrë. Pra dënimi i tyre në xhenem do të jetë pa mbarim. Ndërsa këto, edhe nëse koha e tyre pra në dënim mund të jetë e gjatë, mirë po nuk do të jetë pra përgjithmonë. Pasi ne thamë që Allahu përveç shirkut fal çfarë doj. Allahu fal çdo gjë naf. Përveç shirkut. Nëse ka një pyetje në ndërhyje në shtesë. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.